Ama unë jam e vetmja që jam deme këtu dhe ke fol më pak për mua. Vetëm Gjithsesi ishte mrekullueshme. Jam kënaq shumë sinqerisht. Kam gjuar shumë informacione interesante, gjëra të reja, gjëra shumë të bukura, sinqerisht që ja vlen, domethënë që të hysh më në detaje. Nuk dua të them këtu, unë thjesht dua të të shpreh atë mirënjohjen time, por që vërtet është një vlerë e shtuar për gjithë ne e kemi të nevojshme që të gjejmë atë thelbin ton, sepse unë jam marrë me vetë zhvillim personal për shumë kohë, më thënë, kam bërë dhe këto frymarrjet e thella në ekstrem për shumë kohë, por prap për mendimin tim, domethënë e ndjej që çaloj diku dhe nuk po i gjej dot atë ngërçin. Dhe kohët e fundit, me thënë drejtën, shumë informacione ndoshta vetë ju e tërheq që kam nevojë për hipnoz, është hot arsyeshme, nuk e kam turp ta them, është gjë që duhet ta bëj çdo njeri sepse në fëmijërinë tonë nuk e dim ndoshta ku është ajo ta mama ajo i kleçka ku ne kemi ngecur ose çfarë na është dhënë, domethënë çfarë kemi marrë me ato mësimet e prindërve tonë, sepse edhe ata aq kanë ditur, aq na kanë dhënë. Sigurisht, nuk do të kurrë me i fajsu. Nuk i fajsoj, jam mirënjohëse për aq sa na kanë dhënë, po tani këtu e mbrapa duhet vazhdojmë ne. Pastaj, gjithsecili sipas dëshirës, varet sa je interesuar, sa do ta gjesh. Por jam një njeri që lexoj shumë, po sa do prapë shikoj që nuk pas ka marrë informacionin e duar, domethënë tani që po dëgjoj, sinqerisht jam shumë e mahnitur.